Edhe I ka sjell disa mfojza argumente për me godit fen islame. Çështjen e punën e frutit. E dini hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe që dietarët kanë pas ihtilaf mosmarrveshje, parsisht nga kuptimi, edhe unë po e potencoj aty në shkrime dhe po them. Në kohën e këtyre dietarëve vllaznia ka pas ultrazë vllajem. Ultrazë ka pas. Që to fjalë të pejgamberit alayhis salatu wassalam, fjalët e Allahut azza wa jall, janë shkencë. Dhe në atë kohë, sot që kjo shkencë e frutit, e embrionit, sot është zbulu. E çish përdon ti një alim në kohën pas vdekjes Muhamedit alayhis salatu wassalam 100, 200, 300, 400 vjet që nuk e kanë ditë çështjen shkencore as krishterët as muslimanët. Këtë pikë po flas. Mu çu dhe ai ty një dietar me ta komentuar detaje embriologjik. Përveç se me një fjalor që e kupton vetë populli I asaj kohe. Për shembull, që një prej ajeteve që e citon. Allah thot në Kur'an, ne I krijuam mushkat për çka? Për t'ju hipur. Apo, bukur ajeti në kohën e pejgamberit alayhis salam ka zbrit. Ne I krijuam mushkat për t'ju hipur. Dhe thot, vazhdon ajeti. Dhe ne do të krijojmë diçka që ju tani nuk e dini. E çka më thon Muhamedi alayhis salam? Mas 1500 vjetë ka mu kriju aeroplani. Çka omër aeroplan? Kishin me thon sahabët. Çka është aeroplan? Mas 1500 vjetë, mas 1100 vjetë, 1300-400 vjetë, një firmë e para e kjara është Mercedesi. Qysh e ka përmend Muhamedi alayhis salatu wassalam vllazni çështjen e kerrit? Klutna. E ka përmend dhomë ka thonë. Si formë dhome është. Pse se ku ty pishin kerr, I ki do më thonë ato ulset, ku e dione, e ki si lloj dhome. E tash mu ti sot, edhe me akuzu Muhamedit alayhis salatu wassalam, çore ky ka thonë dhomë. Çfarë dhome? Pik kerri automjeti, Muhamedi alayhis salam I ka thonë dhomë. Që tu I bie që Islami nuk është e vërteta. Çish ka me thonë Muhamedi alayhis salatu wassalam, ka mu kon diçka që lëviz. Ka me pas rrota. Ka me pas gaz, naft, ku e diune, qysh? Se kupton. Mirë po, në formën se si e kuptojnë ata Muhamedi alayhis salam e ka transmetuar vëlla. Edhe kryet puna. Këto janë gjëra paralajmëruese. Që kur shkenca I vërteton, pas të kthimi në Kur'an, subhanallahu, pas ka kallëzuar Allah. Po nuk janë çështjet e namazit, agjërimit, zakatit, që nuk ka dyshim aty, që neve na urdhëron Allah mi kry namazin, agjërimin këto sene, që para 1500 edhe pas 1500, që ato të njëjta janë. Ama çështjet shkencore o vëlla, janë çështje që ty po dën me të kallëzu Allah subhanahu wa taala, edhe pas 2000 vjete, kur shpikën, kur zbulohen, s'po themi shpike, se shpikës është Allah subhanahu wa taala, kur zbulohen, ti pastaj kthehesh në Kur'an thot subhanallah. Kur'ani e pas ka kallëzu para 15 shekujve. Ama më herët nuk kish mujt me ditë një sahabi këto gjëra. Ma kështu kuptohet. Po jo ti ku me të besuar ty tash që edhe ti mush me komentuar një sen e mas 100 vjetë e ndran. Çfarë dyshimi? A pe kuptoni? Ti sot po e komenton një mesele, ama ti po thuaj ka gabuaj dietari. Ama dhe ti mundesh me gabu mas 100 vjetë mund me dal. E kundërta jote. Demek me godit Islamin. O I nderum. Na po flasim për gjërat paralajmëruese. Gjërat paralajmëruese shkencore. Nuk po flasim për adhurimet. Hajde të flasim për adhurimet. Adhurimet para 15 shekujve. Atë ka thonë që është shirk me lut diko tjetër pos Allahut. Edhe pas 20.000 vjetë prap që ashtu ka më konë. Edhe nuk ka dyshim këtu. Ama janë disa sene që me kohën zbulohen. Dhe ty vetë se ta shtojnë imanin atë që ka qenë më herët. Ama janë dyshime. Për njerëzit të palexueshëm janë dyshime. Po njerëzit që lexojnë ti s'mundesh mi fut dyshime.